Nëse ju pëlqejnë pastat kremoze, sot jeni në vendin e duhur. Do të përgatisim së bashku një pasta Alfredo super të sheshme dhe që është gati për pak minuta. Kështu që mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Fillimisht vendosim ujin për zierje, shtojmë krip, përshije dhe pak vaj. Pastaj presim derisa uji të arrijë pikën e vlimit përpara se të shtojmë pastat. Në ndërkohë presim mishin e bardhë në copa të vogla dhe të njëtrajtshëm që të gadohet në mënyrë të barabartë. Vazhdoj me qepën, e presim emët që të skuqet mirë dhe të lëshoj aromën e saj. Tani vazhdojmë me kërpudhat, i presim në feta të holla që të gatuhen shpejt dhe të përzihen mirë me përbërësit e tjerë. Uji tashmë ka vluar, kështu që shtoj makaronat dhe me qenë se janë pak më të trosh, do t'i lëmë të zihen rreth 12 deri në 15 minuta. Ndërkohë që makaronat zihen, ne kalojmë tek pjesa tjetër ku do ta shkrijmë gjalpin në tigan. Pasi gjalpi është shkrirë, shtoj mishin dhe e skuqim mirë duke e përzier her pas here. Ndiqni videon. Tani nga uji ku janë nxjerrë makaronat, marrim pak dhe e ruajmë në një filxhan për më vonë. Dhe mishit përshije po i hedh pak krep, piper të kuq dhe hudhër pluhur. Dhe si që cika pak më herët, duhet ta përzim mishin her pas here në temperaturë të lartë që ta skuqim mirë dhe në ndërkohë ta ruajmë nga djegja. Heqim mishin nga tigani dhe vazhdojmë me kërpudhat, të cilat do t'i skuqim në të njëjtin tigan. Kërpudhat i përzim her pas here derisa të ulet volumi dhe të zbuten mirë. Shtojmë qepën dhe e përzim derisa të skuqet mirë. Gjithashtu shtojmë dhe 2 thelbinj hudër të cilët e kemi grier emët. Tani shtojmë qumshtin dhe presim derisa qumshti të vlojë. Qumshti është duke vluar siç po shihet dhe tani shtojmë djathtin e grir duke e përzier vazhdimisht derisa të formojmë një lloj salce kremoze. Gjithashtu i shtojmë dhe erza, rozmarin, rigon, borzilok dhe pak krep për t'i dhënë më shumë shije salcës.
Shtojmë mishin në saltë dhe e përzijem derisa të bashkohet mirë me të gjithë përbërësit. Tani shtoj makaronat e zier dhe i përzijem mirë me salcën dhe mishin. Shtojmë nga uji i makaronave që e kemi ruajtur, që salca të bëhet më kremoze dhe të lidhet më mirë. Tani e kemi vendosur në pjatë dhe pasta Alfredo jonë është gati për ta shijuar. Mirupafshim dhe ju bëftë mirë.